Mirëmbrëma të dashur shikues. I ftuari për sonte në podcastin Konspiracion, këtu në kanalin Okult, është Ylli Manjani. Personazh shumë i njohur, ish ministri i drejtësisë, avokat, ka qenë më parë dhe vazhdon ta ushtrojë profesionin e avokatit. Në kohën e lirë është edhe baterist në grupe muzikore rock, por më së shumti është një zë i shqetësuar publik, një zë kritik i fortë që nuk pyet për delikatesat e partive apo individëve të veçantë, sidomos ka qenë kritik për mënyrën se si është zbatuar reforma në drejtësi, rezultatin që ajo ka prodhuar, duke shkuar deri te kritika më e fundit që e lexova sot në profilin e tij në Facebook për paanësinë e munguar. Sipas tij, gjykatat janë të pavarura nga qeveria teknikisht, por gjyqtarët nuk janë në nivelin për të qenë të paanshëm kur bëjnë drejtësi, dhe nëse nuk janë të paanshëm, do të thotë që nuk bëjnë drejtësi. Me të sot do të bisedojmë për kushtet në të cilat ndodhet drejtësia shqiptare dhe në përgjithësi shoqëria shqiptare, a kanë zgjidhje problemet tona me drejtësinë dhe në përgjithësi me të drejtën e qytetarëve për të vendosur. Manjani, faleminderit që pranove. Kënaqësi si gjithmonë. Ne nuk e fshejmë këtë podcast kur podcastin e bëjmë me regjistrim, kështu që nuk do të shtiremi sikur kjo është drejt për drejt, prandaj unë po të uroj ditëlindjen live, sepse sot është ditëlindja jote. Okej, faleminderit. Nuk kam i lumtur për këtë, po faleminderit si të qoftë. Po mirë, është një sebeb për të festuar ditëlindjen, asgjë tjetër nuk është. Dakor. Pavarësisht të dëshirës time për të mos festuar ditëlindjen. Okej, dakor. Domethënë kam bërë mirë që nuk kam marrë tortë edhe spumante. Shiko, burri nuk feston ditëlindjen, po edhe kur kalon një farë kohë, pastaj që harron edhe feston ditëlindjen e fëmijëve. E fëmijëve, s'ka si kuptim. Ti ke 2 fëmijë. Po kam diçuna. Po i ke të 2 të rritur. Po. Në kuptimin klasik të shprehjes, nuk e kam mizën në kësul, apo nuk më djeg, apo nuk më mpihen dhëmbët, ti nuk prekesh nga ligji përpara zinxhinore. Megjithatë, ke qenë kritik shumë i fortë i atij ligji. Jo vetëm i atij ligji, po në tërësi gjithë këtij debati në fakt, ka një keq kuptim shumë të madh mendoj parimor, që sigurisht nuk ka në Shqipëri dhe nuk ka lindur në Shqipëri këtë debat. Është kështu çështje globale. Fjala vjen, unë nuk e kuptoj që domethënë të mos jesh homofobik. Njerëzit 99% janë homofobik. Është normal. Nëse vemi pak me etimologji, homofobi bie frikë nga homoseksualit. Unë nuk e di si mund të ngjallin frikë homoseksualit. Jo, frikë në kuptimin që domethënë njeriu nuk e projekton veten brenda seksit vet, pra të bësh marrëdhënie me seksin e ngjashëm. Në këtë kuptim është fobi, është frikë. Frikë në kuptimin e një neverie, një gjë të panatyrshme, Në këtë kuptim patjetër njerëzit lindin homofobik, unë nuk kuptoj pse duhet patjetër të jetë një gjë e keqe. Të shprehesh urrëtie, të ushtrosh dhunë apo të bullizosh, të thash po, kjo është ndaluar. Po kjo nuk është të thënë që tani të themi njerëzve që hiqni dorë nga homofobia. Homofobi, frika është pjesë e instiktit njeriu. Njeriu lind me frikë dhe vdes me frikë. Është pjesë instinkt. Kam përshtypjen që kjo ka lidhje me fobi të tjera që janë kritikuar në shoqëritë moderne të pasluftës dytë botërore, jo vetëm kjo. Domethënë ne tani kemi terma ksenofobi, shqiptarofobi, ka shpikur sikur Berisha. Ato janë sociale, po kjo është shumë biologjike. Pra ksenofobi të këto po besoj se ka vend për fjalën fobi. Ka mospëlqim ndaj. Unë për vete e konsideroj veten mashkull. Po, vjen nga unë prapë them që homofobia është e lindur, është pjesë e instinkteve bazë. Jam pak freudist në këtë, mua pëlqen Freudi, dhe nuk besoj që ka psikolog më të mirë se sa Freudi dhe freudizmi në historinë e psikologjisë. Sigurisht ka rryma të ndryshme që i ngjajnë etj, por origjina është Freudi. Frika ose analiza e fobive, e frikërave që ka realizuar Freudi për shkak të lindjes, për shkak të qenies njerëzore, nuk mendoj që ka një të dytë. Ne kemi pasur të ndaluar në kodin penal. Madje kemi pasur sipas meje të shprehur gabim. Neni ishte për pederasti. Fjala pederasti ka tjetër kuptim. Ja, është biznes. Si biznes? Biznes është pederasti, kurvëri, gjitha këto janë fjalë sociale, në kuptimin që njeriu i bën në këmbim të qenies sociale, është fiks ky debati që ndodh sot. Po mirë, dakor, po pederasti është marrëdhënie homoseksuale me të mitur. Dakor, aty është baza, jo, me të mitur, jo. Po, me të mitur është tjetër. Po, prandaj quhet pederasti. Okej, ndjes, sepse pra, e kemi pasur gabimisht të cilësuar si pederasti në kodin penal. Sipas meje, besoj të sipas te u bë mirë që u dekriminalizua, sepse homoseksualiteti ka ekzistuar gjithë jetën, dhe tek e fundit
ata kanë të drejtë të mbrohen me aksiomën trupi im e drejta ime. Dakor? Pra, me trupin e tyre të bëjnë që të duan dhe sigurisht që kodi penal bëri mirë që u dekriminalizoi homoseksualitetin. Po unë kisha menduar se me këtë ishte bërë drejtësia, ishte mbyllur kapitulli. Po jo, pra, nuk ndalet ajo, sepse shiko, në qoftë se çështjet biologjike të natyrës, çështjet e natyrës, që ka qenë ndarja klasike e njerëzimit deri më sot, çështë natyrore dhe çështë sociale, apo jo, e drejta natyrore, e lindur, të drejtat që lindin me natyrën, për shkak, domethënë, ti je çfarë dush nga ana sociale, ti ke drejt të jesh pronar apo jo, apo ke drejt çfarë them, të martohesh, të krijosh familje. Tani kur kjo ngatrohet me statuse sociale, çfarë jetin në shoqëri, kjo pastaj fillon, kjo është pabarazia më e madhe që instalon njerëzimi në kohët e sotme. Domethënë, barazia dhe pabarazia deri më sot ka qenë si shans që t'jepet në shoqëri. Tani nuk është më shans, po bëhet për shkak të statusit ti e gëzon me njëherë barazin, për shkak të statusit si ndjehesh, ose si perceptohesh, ose si marginalizohesh. Ishte nevojë Shqipëria për këtë ligj. Ne kemi ligj kundër kundër diskriminimit. Homoseksualiteti, siç e thamë, është i dekriminalizuar. Me siguri që ka aktet sporadike, dhune edhe fizike ndaj homoseksualit, po besoj që këto ndodhin në botën edhe seksualve normal. Po, siç ka edhe vrasje, siç ka edhe grabitje, siç ka edhe përdhunim familje, siç ka edhe dhunë familje. Pse duhej ligji për barazinë gjinore? Po ndoshta për të shmangë vëmendjen me problemet e ditës, ndoshta mendoj që ka qenë një shashk e hedhur në opinionin publik. Unë besoj se po, sepse ai ligj nuk thot asgjë në thelb. Ai ligj krijon shansin, por është si puna e Chelsea kopil, që ti mund të hapësh disa dyrma të Chelsea me atë ligj. Pra, me atë ligj ti mund të angazhohesh për të prek disa ligje të tjera, dhe aty është debati real. Fjala vjen kodi familjes. Fjala vjen ligji për gjendjen civile. Ligjet për arsimin. Këtë në halli, kjo është shqetësimi real. Sepse me atë ligj ajo është një gjë gjenerike. Zakonisht ato lloj ligjesh nuk quhen ligje, quhen politika. A të bëjmë sa politika. Kjo është më vetë kot, me thonë drejtën. Por kjo s'do të thotë që s'duhet të ekzistojë debati. Patjetër që po. Qeveria mbrohet dhe thotë që e ka paraqitur për konsultim publik në mos gaboj në mars të këtij viti, ligjin, edhe nuk ka pasur. Edhe unë që e quaj veten njëri të informuar, nuk është se shkoj dhe kërkoj faqen e konsultimit publik për të parë ç'ligje të reja po bën qeveria. Po. Kështu që ai justifikon kjo veprimi që ka bërë qeveria, që nuk mori asnjë përshtypje për projekt ligji, madje as shoqatat LGBTQ sipas vetë qeverisë nuk kanë marrë pjesë në debatin publik. Konsultimi publik është i bardhë. S'ka komente as pro, as kundër, as shto, as hiq. Mëse diun ato bën sa ndryshime formalisht sa për me qenë rregull. Ato u bën pasi kishte shkuar në parlament. Sepse atëherë filloi debati. Po nuk mendoj që është shkon nuk më duket se është kaq serioze kjo. Domethënë as nisma e ligjit, ligjvënëse, as konsultimi dhe asgjë për gjëja. Është një gjë absurde që ka hyrë aty në jetën parlamentare, hajtë bëjmë një ligj, po morëm jo pak kohë me atë ligj, po harxhu 2 javë të mira me atë. Ndër këto 2 javë kishte ca çështje tjera shumë të rëndësishme ose shumë të mpreta publiku për të marrë. Por që në fund të ditës unë prapë them që ai ligj është fiks, ajo që thash pak më parë, Chelsea kopil për të hapë ca ligje të tjera. Dhe aty sigurisht duhet vëmendje. Unë në tërësi jam kundër marginalizimeve, jam kundër kuotave, jam kundër këtyre teorive, këtyre kohëve moderne që duke vu disa përqindje do barazohet më shumë shoqëria. Kjo nuk është e vërtetë. Shoqëria do barazohet nëse ka ekonomi më të lirë, pra shqiptarët, njerëzit janë më të lirë, janë më të pavarur ekonomikisht, aty fillon barazia. Barazia në shoqëri fillon kur individi ka pra mundësitë që i garantohen individit të jenë të garantuara, të mos i prekë njëri, liritë themelore të respektohen dhe të garantohen, aty fillon barazia. Ajo është shoqëria e drejtë për mendimin tim. Nuk bëhet e drejtë shoqëria nëse mbledhen një grup njerëzish dhe themi ne jemi gra edhe duam kuota, ose ne jemi lesbi dhe duam kuota, ose ne jemi transgender dhe duam kuota. Kjo është të diktosh. Kjo nuk është të vësh barazi. Sepse, patjetër. Ju keni drejt që thoni ka një ligj për dalimin e diskriminimit, patjetër. Kjo është shumë e rëndësishme.
që do të thotë që askush nuk mund të hiqet një vend pune për shkak se je transgender apo ke orientime të caktuara seksuale. Po patjetër, kjo është ndaluar, nuk diskutohet. Po kjo nuk do të thotë që për shkak të orientimit seksual tash gjithë shoqëria duhet të mbajë frymën, edhe duhet të heqë dorë nga disa parime që janë, po them, konkurrenca, meritokracia, zotësia, pra me i zotit kapi të bëj atë që di të bëj, apo kujtun të krijoj favore të tjera, siç ka qenë para ca vitesh që në emër të përndjekurve për shembull, që okay, dakor, po edhe ata nuk e kam pranuar, që me qenë se kam qenë i përndjekur, duj bursë të mirë, duj drejt studimi të mirë. Do ta meritosh, po pse duhet patjetër të japi shteti një drejt studimi, apo një shtëpi, apo ku duhet të çap, pse ke qenë i marginalizuar në një kohë caktuar. Okej, duhet të ndihmoj, patjetër. Ndihma është e rëndësishme, do të kalosh emergjencën, patjetër që po. Po mbase duhen mbështetje financiare, po pa ulur kriteret akademike. Me 5 dhe me 6 nuk duhet shkojnë. Vetëm pse po ka pas lista të tëra ishin me vete ato. E di. Përndjekurit me vete dhe konkuronin me të tjerë që ishin përndjekur. Okej, dakor. Komunistët, po fëmijët e komunistëve kishin edhe ato listën e tyre, të tjerët listën e tyre, përndjekur listën e tyre. Ato vitet 90 u rrëfefshin, më thonë vërtetën, për nga niveli i marginalizimit social që ju bë shoqërisë. Edhe sigurisht që me kalimin e viteve pastaj u tregua se edhe ajo ishte jo serioze. Në një debat televiziv ke përdorur gjuhë shumë të ashpër, ke thënë nëse vin tek fëmijët pak a shumë, thojnë të thyt se nuk mbetet më gjë tjetër për të bërë fëmijë. Për këtë thojnë të thyt, të ka ardhur gjë në një letër nga komisioneri për dalimin e diskriminimit? Jo, sepse nuk do, asaj letër zë më ndalonte thojt në fyt, në qoftë se të ndodhte vërtet ajo që u tha në atë studio, që për shkak propagandës fëmijët gënjehen dhe i nënshtrohen jashtë dijenisë prindrit, ose ja bëjnë fakt edhe prindërve, edhe kjo është të dalësh nga natyra njerëzore, e terapitë hormonale. Kjo është në fakt në perëndim po ndodh. Atëherë kjo është thojt në fyt, mua nuk më intereson fare që ndodh në perëndim, por thojt në fyt janë shumë pak në këtë rast, sepse askush nuk ka të drejtë të menaxhojë fëmin tim. Ajo, çdo qoftë fëmia, është në përgjegjësinë ligjore të prindit, për të mirë apo për të keq. Teorikisht kjo ndodh në perëndim, por ajo që po bëhet është që po krijohet çarje midis çifteve. Për shembull, nëse babai është kundër terapisë hormonale për fëmijën dhe nëna është pro, atëherë gjykata vendos për pro dhe babait i mbyllet goja, madje shantazhohet nga gjykata që të mos komentoj fare për zgjedhjet e fëmijës. Ka një rast që ka bërë bujë në Kanada, babai e mori vesh rastësisht që vajza vet po i nënshtrohesh terapisë hormonale, sepse bëri një gabim sekretaria e spitalit, dërgoi një email me carbon copy tek ai, ndërkohë që duhet ta dërgonte vetëm tjemës, sepse ema e vajzës kishte për kërkesë. Kishte dhënë dakordsinë. Po, kishte dhënë dakordsinë. Babaju mundua ta ndalonte, gjykata nuk e pranoi kërkesën padina rekursit çfarë bëri ai dhe e urdhëroi të mos fliste. Dhe meqense ky tha unë nuk mund të hesht sepse këtu është jeta e fëmijës tim dhe kjo do të jetë e pakthyeshme nëse ndodh, ai baba sot është në Burg, Kanada. Është gjykatë bolshevike, por nuk pas zgjidh problemin. Unë e di që ka edhe gjykata të kësaj natyre, edhe në perëndim, kam shumë qartë. Dhe prandaj them që vjen momenti që njeriu babai për fëmin, ky është momenti që do t'i mprejë thojt domethënë. Që të mos shkojmë tek mprefja e thonjve dhe ngulja e thonjve në fyt. A kemi zgjedhje ligjore ne si qytetar për ta ndaluar këtë nismë ligjore të qeverisë? Mund të thuash cilën zgjedhje ligjore, cilë ligj në rrezull e justifikon këtë gjykatën që sa po thatë ju, që t'i bëjë atë gjë fëmijës, qoftë dhe me lejet mamas. Po nëse mama është e çmendur. Jo, patjetër që nuk lejohet, ajo duhet ishte e parashikuar. Nuk ka ligj problemi, nuk është të tilla raste shiko, ka disa ligjet në deri më sot paktën, ligjet e suksesshme dhe afatgjat, me thënë drejtën janë shkruar me gjak. Ligjet që janë ligje. Të tjerat pas domethënë kanë ndodhur gjëra të rënda dhe shumë të rënda, janë vrarë njerëz që është pik ligji i vrasjes apo jo. Po. Ligji i ndalimit të vrasjes. Po. Edhe në këtë rast duhet ndodhin për fat keq gjëra të natyre që të bëhet një ligj që të thojtë mia të jenë të shkruar në ligj, këto thotë që them në mënyrë metaforike. Dhe ndoshta njerëzimi duhet vi drejt kësaj, dhe do vi drejt kësaj. Nëse do. Jam i bindur që natyrala do fitojë, nuk kam as diskutim për këtë. Jo, unë jam kundër gjakut, prandaj pyes
çfarë zgjidhjesh ligjore ka, për shembull në Poloni, në Çeki, në Hungari, në Slovaki, në Sloveni, në Kroaci, ti nuk e bën dot këtë, nuk shkon dot në shkolla apo në kopshte aq më keq akoma, se një kryetar e bashkie para 4-5 ditësh në Itali, më duket se në Xhenova, ka premtuar që do të fillojë edukimin seksual në kopshte, pra në moshën 3 deri në 6 vjeç. Ti nuk e bën dot këtë, është thjesht e ndaluar. Po dakord, po është ndaluar me ligj. e kuptoj. Tani çfarë duhet të bëjmë ne që ta shmangim incidentin e dhunshëm, përplasjen, gjakun, thonë. Atëherë, unë besoj që edhe në këtë shoqëri ai ligj ngjit sepse duhet të ketë eksperiencë në historitë të tyre të ngjashme me këto histori, me këto perversitete. Dhe prandaj ndoshta ligji ngjit. Në debate në shoqëritë tona që janë me farfalla shkalafatura, se shoqëria shqiptare është me farfalla shkalafatura, më thonë të vërtetën. Nuk ke ku e ka pasku. As moralisht, as nga pikpamja social, as nga pikpamja e shtresëzimit social, asgjë për gjë, çdo gjë e përmbysur, çdo gjë, si thonë këto anglezët, upside down. Dhe këtu nuk ka çfarë debati ka ligj. Ligjin do ta bëj dikush që thotë, "A më tash e konsult si puna këtu, ata më e konsultuam, a pse e bëm këtë? Hajde, pra do ta bëj më i suksesshëm, më garipi i lagjes." Dhe në këtë pikë, okay, derisa dalë një garip tjetër, ne do kemi këtë lloj ligjesh. Dhe këtë lloj ligjesh legjitimojnë pastaj sjelljen e shtetit në rrugë të gabuara. Unë nuk jam fort përkrahës i pikpamjes që ligji demokratik do ta zgjidhë problemin. Jo, do ta zgjidhë ligji i shoqërisë. Shoqëria, për shkak përvojave që i kalon, ajo është ligji i vërtetë. Të gjitha tjerat janë ndryshueshme. Ligjet e shumicës së votave janë ligje të poshtra, janë ligje që A mund të rrezohet ky ligj me referendum? Mund të rrezohet nëse të vërtetë do kishte një referendum. Unë e dyshoj shumë në aftësitë e popullit shqiptar për referendum sot. Ti dyshoj jashmase. Okay. Dhe kam arsye të forta ta bëj këtë gjë. Në kuptimin që nuk do ketë pjesëmarrje aq sa duhet për të legjitimuar referendumin. Ajo është një teknikalitet, po dhe sikur të ketë pjesëmarrje, nëse grupimet politike dalin pro atij ligji, atëherë është një histori e vdekur, sepse pra mendon që më shumë njerëz do votojnë në linja partijake. Do votojnë në linja partijake për shkak se votuesi shqiptar sot është klient, gjithmonë më shumë është klient për fat keq. Pra nuk mendon që ka një masë të kritike që mund të bëjë ndryshimin pa përfillur partitë. Jo, sepse në pjesën sociale, në pjesën e asociimit të shqiptarit me të tërën, me shoqërinë, është defekti më i madh që ekziston në kërkesë. Po mendon që ka parti që do ta mbrojë këtë ligj se kanë frikë se do kenë frikë ta mbrojnë publikisht. Pse? Jo. Vetëm Partia Socialiste e ka mbrojtur ligjin. Të tjerët e kanë sa për sy e faqe qoftë e kanë kritikuar. Po pra, dhe kjo do ta bënte Partinë Socialiste edhe më monolite se ç'është. Okej. Të shpresoj që nuk do ndodh kështu. E ke ndjekur reformën drejtësi që është nga fillimi i shkrimit të saj. E ke ndjekur në zbatim. Ke qenë vazhdimisht kritik. Kritikat e tua nuk i kanë pëlqyer as Partisë Socialiste, as Partisë Demokratike. Aq sa njerëz të ndryshëm të kanë akuzuar si të shitur tek njëra palë apo ke tjetra, përfshi dhe Ilir Metën në këtë mes. Këto partitë e reja më duket se nuk të kanë bler akoma. Mundësia Shqipëria bëhet. Këto më qynë të kastës vjetër. Jemi kastës vjetër. Po pra, s'kan vlera. Dhe që mirë, por nuk kanë vlera asnjëra nga këto partitë ato. Më sa duket. Po. Okej. Atëherë na trego kush të paguar në Limanjani dhe pse i bie kaq fort këto ditë sistemet të drejtësisë. I me shoqja ishte duke rrëmuar në ato letrat që kemi aty dosjet në shtëpi. Dhe aty po atë fridoli për arsye motivacioni i largimit tim nga ministër, i shkurtër ishte, po ishte një motivacion, që bollë publik, që isha bërë pengesë për reformën drejtësi. Më pëlqeu shumë më thonë drejtë se e kisha harru këtë gjë, sepse këtë reformën drejtësi e kemi diskutuar, stërdiskutuar, bërë, stërbërë, brenda atëherë, sepse unë isha kuptohet në qeveri dhe duhet flisja brenda dhe kemi pas shumë debate për atë, jashtë shumë debate. Debate me Ramën, debate me Metën, debate me këto misionet e huaja. Ekspertët, jo me ekspertë, misionet e huaja po, sepse ato nuk ishin edhe aq debatues, po ekspertët shqiptar po, ishin më amerikanë se amerikanët. Dhe sigurisht më vjen keq, nuk jam nga ata që ndihem mirë që të them sot që ajo thash, nuk fitoj në gjë me këtë. Vjen keq që kemi ardhur këtë pikë, vjen keq që nuk e dëgjuam njëri tjetrin. Nuk mendoj që isha kutia e menjës, nuk mendoj që kisha
aftësinë e parashikuese, por pash ftohtë dhe qartë që ishte një sistem që po gatuhej një sistem shumë i poshtër. Jashtë mase i poshtër. Në thelb, më kush se u bën ai kështu në egzagerim procedural, përkundrazi një pjesë e procedurave u përkeqësuan me ndërhyrjet prematur, të papjekura, por me politikën e personelit që po gatuhej, ishte jashtëzakonisht. Pra, në fakt ne kemi bërë një reformë personeli, kemi heqë sa njerëz për të garantuar që të fusim sa të tjerë. Tani çka kemi bërë? Lëvizje kuadri, thoshim. Lëvizje kuadri, çfarë aty shoku Enver. Tani për ta thjeshtuar këtë gjë, domethënë e kam bërë shpesh këtë pyetje dhe apo e sjell për vëmendje. Kur publiku merrte vesh se çfarë ndodh në gjykatën e lartë, kur debatonte presidenti i Republikës me parlamentin për emrat e zgjedhur, apo sot që i zgjedh një institucion që quhet KED, që mbyllet me i bodrum atje, veca pik për çdo kriter, edhe thot kush fitoi më shumë, ai apo ajo zgjidhet. Se si vjen ato pikë, si vlerëson ato pikët, kush i mat, kush i vlerëson, kush i mbikëqyr etj, askush se di. E kupton? Vetëm thjesht ky doli i pari edhe ti shef një anonim atje që nga doli ky morpuri dhe. Mos ka lindur diella, edhe ndoshta një nga fëmijët e diellës merret me këtë punë. Po ti ishte fëmijë i diellës të paktën se do ishte kështu do kishte një gjë të shkruar. Po do kishte gjë të shkruar, do ishte një gjë pa emocione. Po këtë algoritëm. Këta janë për te çdo algoritmi, me thënë vërtetë. Në sistem kanë depërtuar për shkak të kësaj skeme, pa merit, pa i treguar askujt. Qoftë dhe një institucioni që të zgjedh, çfarë di të bësh, çfarë premton të bësh, cili është ideja jote për, ku do ta gjesh ti mendimtarin e drejtësisë sot, nëse nuk debaton me të, nëse nuk e interviston, nëse nuk e jep mundësinë përpara publikut, se dakord betimit në kushtetutë, po është rreth parë është betimi para publikut. Çfarë ide e kemo? Që të fillim kuptojmë që ky gjyqtar e ka këtë ide, ka mendimin e vet, ose ka këtë profil, ose ka këtë qasje ndaj këtyre temave, fjala vjen. Ke dëgjuar dhe një gjyqtar ose një kandidat për gjyqtar që të flasë për këtë temë që flasim ne këtu? Jo. Në kohë më vjen keq, po ne e dim shumë mirë kush janë CV-t e gjyqtarëve të lartë të gjykatës supreme në Amerikë. E dim shumë mirë se është një gjyqtar konservator ose liberal. E ka llogamin më një herë të vendosur. Po se dalin përpara komisionit të senatit, të intervistojnë, krijojnë plus ato bibliografit e shkruara pafund e vendimet gjyqësore që kanë dhënë në vite, pra kanë orientim që është normale gjyqtarit të ketë orientim. Ne nuk e dim fare. Ne kemi anonim. Dhe kjo tani çata quajmë këtë progres apo regres? Patjetër që është regres. Nuk kam qenë dakord me stërtjerrin e debatit të president parlament. Por të paktën në pjesa e intervistave që bëjnë në komisionin e ligjeve me kandidatat, aty merrnin vesh çfarë janë, çfarë mendojnë këta? Çfarë premtojnë këta për gjykatën e lartë ose për gjykatën bëhet për shkak të reformës së drejtësisë. Pas reformës së drejtësisë, ajo është dyja që i ka marrë. Është dyja që vend të vë pikët, e kupton, dhe të vë aty në një renditje pikësh. Dhe ja thot parlamentit ose organet e ose presidentit, ti do zgjedhësh këtë dush nga këto tre. Po nuk e zgjodhe, fiton i pari. Ja bëjnë dhe me ke pas fshat të damën, haje këtë, me detyrim përcaktim, kështu është. Pra ne kemi bërë dam. Nga loja shaut, kemi katandis, ne lujt dam, ose yç, me detyrim përcaktim. Kjo është regres. Dhe e kemi stërthënë atëherë, këtë gjë, nuk dëgjonin. Ja ku janë sot. Spaku vazhdon të ndajë. E tjera, se ka shumë gjëra, ka shumë element, po mora këta për të bërë konkrete tështimin. Spaku vazhdon të ndajë shqiptarët. Ka që thonë që Spaku është i pavarur, ka që thonë që është i varur nga amerikanët, ka të tjerë që besojnë që është i varur nga qeveria. E vërteta është se ka bërë arrestime nga të dy krahët. Po ata që janë të pakënaqur me Spakun, gjykojnë që ka zgjedhur çështje që nuk implikojnë drejt për drejt Ramën ose nuk i ka hyrë me themel. Edhe kur ka arrestuar X-in apo Y-in, nuk ka shkuar deri te Rama. Kurse ka të tjerë që thonë që jo, do t'i vijë rradha dhe Ramës, po ja ngren çarkun. Ti si e shikon tërësi punën e Spakut? Nga të tre alternativat, mua më duket më e keqja, nëse është e vërtet, unë nuk besoj që është e vërtet, por nëse është e vërtet, më e keqja më duket që është opsioni që Spaku është i amerikanëve.
Në qoftë se kjo tezë sepse kemi humbur dhe pavarësinë kombëtare. Jo, s'është puna e pavarësisë kombëtare, se pavarësia kombëtare këtu ka marrë fund, po kjo është antishtet, është antistetërore. Pra ti krijon një nukull, ke një nukull shtetëror që e paguajmë ne me taksa dhe i shërben një qeveri të një vendi tjetër. Wow. Si ka mundësi? Për ka shumë njerëz janë të kënaqur ta besojnë këtë. Po pra po e kuptoj këtë kënaqësi. Besojnë që amerikanët do bëjnë drejtësinë në E Shqipëri. di edhe kënaqësinë perverse të shqiptarëve që mendojnë më shumë se sa Amerika që mendon për veten e vet. Por unë nuk dua ta besoj, nuk kam dashur ta besoj sepse nuk funksionon kështu. Beson ti. Unë besoj këtë gjë që për shkak të klimës politike në vend është krijuar një institucion monster i cili në vetvete është ende larg dhe shumë larg standardeve të procesit të rregullt ligjor. Dhe duke i lënë mangësi në procesin e rregullt ligjor, çdo lloj teorie fillon e zhvillohet pastaj. Sepse në qoftë se ti ke karta biankën për t'u krenuar me arrestime, kujdes. Në Shqipëri, sot të gjithë e dinë që drejtësia është Eldin Dumani, askush nuk e di kush është kryetari i gjykatës, i GRK-s, fjala vjen. Bilas kryetari i gjykatës lart, nuk e di njeri kush është. Sepse këtu është pompuar, politikisht është pompuar, se kush e pompoi atë? Spaku, Dumani, Kraja dje, ku diun një tjetër nesër. Po, i trajnuar nga FBI, që futja kot sa më amerikanëve, titull gazetash. Dhe kjo është një pompim i një nukli. Pompimi është politik. Është patjetër me interesa politike. Patjetër që është me interesa politike. Për të bërë gjëma, për të bërë, çfarë them unë, për të krenuar dhe për t'i dhënë ushqim popullit shqiptar që ne po bëjmë hatan. Dhe këtu pastaj ajo debati që po hak ne po ha dhe andej është një debat që më sjell në vëmendje drejtsinë e Eranit Çelës, e cila ka qenë më profesionale, sepse ai nga hante se s'kishte anë tjetër, ana e Enverit ishte. Hangri sa u kënaq edhe ai. Po ishte e drejt? Si ishte e drejt? A mund t'i thuash që Eranit Çela ishte i korruptuar? Jo, si ishte i korruptuar. A mund t'i thuash që si ishte burri ndershëm, siç e kanë qefshit to? Po, ma burri ndershëm ishte edhe ai. Po ai ka bërë gjëmën drejtësisë, patjetër që ka bërë. Edhe unë nuk po i hyj analizës fajit, po është sistemi kështu karikuar, që ne kemi një sistem drejtësie që i bën më të bukurit. Kështu është edhe sot. Kemi një sistem drejtësie që mos ketë fare askush. Ti ke qenë kritik për shumë arrestime që kanë zgjatur jashtë mase gjatë, po shkojnë edhe me vite, dhe ndërkohë njerëzit nuk po shkojnë në gjyq. Pikërisht pra. Ndërkohë që prokuroria nuk po tregon se duhet ky arresti gjatë. Ja ta them, prokuroria duhet ky arresti gjatë për të kap lajmet, për të kap statistikat, për të kap eksakt të klimën popullore që këta të fusin mrena. Popullit pastaj nuk i intereson shumë nëse ti je me vendim dënimit formës prerë apo je në pritje të gjykimit. Si kërcet fare. Ti të hyn burger, kënaqesh. Dhe kjo është një ushqim turmash. Pra, ne kishim nevojë dhe kemi nevojë që ta ndihmojmë shoqërinë të demokratizohet. Nga e drejta për informim tek ushqimi me viktima të rradhës, sigurisht kjo nuk e bën shoqërinë demokratike, e bën më talebane. Talibanet do të thonë, ke parasysh ata skenat e talibanëve që veni grua atje në mezhlis edhe gjyl me gurë me balt. Kjo është gjithë grua burr shtexha në një mëkatar, domethënë që dhe kjo është shoqëria jonë për fat keq, sepse kështu ushqyje nga kjo. Dhe spaku është një instrument i kësaj lloji politike. Tani kush e komandon ka pak rëndësi. Mua më duhet kjo gjë, që kjo nuk funksionon sipas rregullave të shtetit ligjor, dhe unë nuk pres të ma thot këtë në burokrat në Brukseli, i cili ka marrë lek për këtë punë, për të mos sa thënë këtë gjë që më dhe mua dhe na dhën gjithëve. As ai burokrat nga departamenti zhgl i çka ka Amerika në anë tjetër të botës, sepse ata janë paguar për këtë gjë. Nuk e pres këtë gjë fare. As nuk e pres të më lavdëroj mua një qeveri e huaj, apo qoftë dhe Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, që po luftojmë korrupsionin. Jo, sepse nuk e kam luftuar korrupsionin. Sepse nuk e kemi luftuar korrupsionin. Sepse korrupsioni nuk luftohet me gjyqe. Korrupsioni rreth parë në të gjitha standardet luftohet me qeverisje të mirë. Sepse çfarë ndodh pra me këtë reformën ndeshkuese, ka pe futburg nuk ka ndodhur gjë tjetër për harmonizmi, më shforcuar një parti politike më shumë se gjithë tjerat. Duke përveç gabimeve që kanë partitë patjetër, por ama ka ndodhur kjo gjë. Dhe kjo është ajo që po i ka ndodhur Shqipërisë. Dhe çaj po i ndodh tjetër Shqipërisë sot, që pra duhet ta themi edhe këtë, pavarësisht se kujt i intereson.
Shqiptarët sot fjala vjen, duhet zgjedhin ndërmjet faktit që duhet të djegim 1/3 e shpenzimeve të buxhetit të shtetit se administrata nuk firmos nga Afrika, apo duhet lejojmë edhe pa korrupsion pa më të shpenzohen para të marrim shërbime. Po edhe kjo është e vërtetë. Në qoftë po Edhe krijimi i panikut. Ma këto janë disa janë alternativa. Për shembull, po të pyesim më them për të dytën. Shpenzoni parat, më çdo më thon kjo më kur. Është një vend që ka nevojë, çfarë them, ka nevojë për çdo gjë, për çdo qindark. Italianët sot kur kujtojnë kohën e Andreotit, e thonë me gojën plot që sigurisht që ka pasur korrupsion, sigurisht që ka qenë i përfshirë dhe Andreoti në korrupsion, po ekonomia italiane ka ecur shumë më mirë Pra, patjetër. në periudhën e pas luftës deri në 90-ën, se sa ka ecur nga 90-a e këtej. Pikërisht pra, sepse kjo është, domethënë, një represion penal ndaj paras, ndaj lirisë, ndaj ekonomisë, të cilat janë fenomene që bashkëjetojnë me korrupsionin, duam ne, bë çat dush të më hidhur për pjet, qiellin dhe tokën bashkë ta bësh. Këto fenomene në që pra lirinë, ekonominë, konkurrencën, çfarë them, pjesëmarrjen në investime publike, janë pjesë bashkëshoqëruar me korrupsionin. S'duam ne. Shoqëritë normale, perëndimore, kanë bërë këtë gjë që e kontrollojnë dhe e minimizojnë, patjetër. Po askund nuk gjen ti kështu masat jashtëzakonshme për të bërë gjëra të jashtëzakonshme. Sepse sa më të jashtëzakonshme të jenë masat, aq më i padrejtë sistemi. Sa më speciale të jenë gjykatat, aq më i padrejtë është gjykimi. Sepse po e krijove atë nuklin special, apo birja, ndeshko, dhe shifë çka ka ngel në fjalor, pa ndeshkueshmëria. Jo, mua më intereson padrejtësia. Ndeshkimi është një gjë dhe nuk është ndeshkimi para burgimi. Ka pe fut në burg. Ti ke qenë kritik edhe për mënyrën se si prokurorit në Shqipëri edhe s'pak përfshirë administrojnë prova. Ka qenë që duhet kemi një standard perëndimor që provat duhet vazhdojnë të kërkohen vetëm siç e thot ligji, jo siç i do qefi prokurorisë, që përgjimet me skaj ECC nuk konsiderohen prova në gjykatat serioze të Europës, konsiderohen vetëm si indicie. Garanti të ke qenë kritik prapë besoj me të drejtë edhe në këtë rast për këto materialet që rrjedhin nga dosjet hetimore, për përgjime, bisedash, fotografi. Shiko çka ka ndodhur. Sistemi jonë penal ka një problem shumë, ka disa probleme të mëdha, po baza është kjo që fjala të bën kriminal. Ndërkohë, drejta penale nuk ka lind për kundër fjalëve, ka lind kundër veprave, kundër pasojave. Sot në sistemin tonë penal mund të gjesh vepra penale, regjistrime procedimesh penale, edhe pa ndodhur një pasojë. Për shembull, dhe bile shkon edhe në akuzë për këtë, sigurim kushtesh për vrasje, ndërkohë s'ka të vrarë. Po unë kam rënë dakord sipas prokurorisë që të ndihmoj ty të bësh një vrasje, kështu që unë duhet arrestohem. Jo, s'ka vrasje fare. Po nuk ka ndodhur vrasje, po unë kam rënë dakord me ty në parim që të ndihmoj. Jo, të rënë dakord. Po je kuadrat një, kujtun, thasha themi që ke lexuar diku ti me një përgjim, që vim të elementi dytë. Pse them fjalë? Përgjimet janë fjalë. Janë fjalë. Nuk janë vepra. Njeriu në fjalë, në celular, në hapësirat private të komunikimit thotë çdo gjë. Pra po thua që ai mund të jetë informacion plotësues i shërben hetimit, po s'mund të jetë objekti kryesor. Shiko edhe një herë, pa ndodhur një pasojë, ti s'mund të çet, për çfarë ka çel çështjen? Kjo është pyetja themelore. Nuk i bën askush të. Unë po ju them që kjo ndodh rëndom. Hapen procese me pandekma. Pa pasojë. Thjesht me përgjime. Nga i marrin përgjime do thotë, ose nga i marrin pandehmat në këtë rast. I marrin nga burimet të ndryshme. Fjala vjen në kuadrat një çështje penale, është sekuestruar celulari X-it. Fjala vjen këtij Berberit. Celulari Berberit ka 2 vjet i sekuestruar. Mas 2 vjetësh, ja hakerojnë celularin, spaku, ja zbërthen, e thotë, ta komunikimet i paska dhe me Belindën. Ata shi marrin dhe Belindën. 1 minutë më zotri. Ti ja ke marrë celularin për çështjen që i ke hap atij. Për të kaluar te çështja tjetër, do duhet minimalisht të kesh një procedim tjetër. Të kesh një pasojë tjetër, të kesh një veprim tjetër. Pra të kesh zbuluar që ka. Dhe ky celular i para 2 vjetëve nuk shërben ty për pjesën e mbetur të jetës. Se kjo quhet provë e vdekur. Ka rregulla se si merret prova në arkive elektronike. Do ta marrësh vetëm me vendim gjykate, vetëm kuadrat një procedimi, vetëm për një emër konkret dhe vetëm me objektiv të caktuar nga gjykata. Vazhdojmë më tej. Kush para dëgjuar që hyn në jetën private, në komunikim privat, në banesë private, me shkurtim vendimi.
Çdo më thënë me shkurtim me tim. Po të jep marrin këto OPG-të, realisht të BKH se kanë standard. Marr një vendim me dy rrjeshta, thotë e ka bërë gjykata po sa të zbardhat, sa të bëhet arsyetimi, vën vetëm atë pjesën të lejohet kontrolli. Jo më zonë, o zotëri. Do më thuash për çfarë do hysh në shtëpinë time? Cili është qëllimi? Çfarë do të gjesh? Kush është procedimi penal? Kush është në hetim? Çfarë do të marrësh? Çfarë do konkretisht se shtëpia ime mund të ketë shumë gjëra. Çaj duhesh të fjala vjen spakut, aq më tepër opinionit publik që të vitet tema e tretë për hapja, pikturat e atij berberit. Pa e mërrit, pa e çu ende te paraburgimi atë. Pa e çu në dhomën e paraburgimit, publiku mori vesh sa piktura kishte në shtëpi ai. Në raste të tjera kemi dëgjuar çuditëra, jo po kaq vibratori, po kaq pastaj vibratori, pallosh janë pjesë e vokabularit, pastaj që bëhen për qeshë për çfarë. Mirë, ma ka përgjegjësi prokuroria për këtë pjesë? Sigurisht që prokuroria ka përgjegjësi, por pse bëjnë këtë? Pra dua të them që si standard standardet janë të shkelura me të gjitha këmbët. Ose për shembull, keni dëgjuar ju që ndonjëherë që me qenë se ti dhe unë jemi shok dhe ti ke një filxhan kafe aty, ai filxhani gjendet në një vend ngjarje, unë quhem ose tazem është arma, s'është filxhan. Atëherë unë që të kam shok ty, dënohem dhe unë parambajtje pa leje. Pse? Po sepse kështu e don drejtësia penale. Po si vjen deri te ty dënimi? Për shkak se jemi shok pra. Jemi shok ose jemi ku diun, na bëjnë bashkëpunëtor, që është grupi strukturuar kriminal bile. Dakord? Pa kritere fare. Ka pe fute bjere, qitë të thash. Po dhe sikur ti jemi grupi strukturuar kriminal, ç'pun kam unë për armën tate? Pse duhet të dënohem unë për armën tate? Armbajtja pa leje është nga veprat penale që lidhet detyrimisht me posedimin e një gjëje të paligjshme. E ke apo se ke valla? Po e ka një person, se kanë armë kolektive. Po eksakt. Për armën që domethënë ndodh edhe kjo. Jo ndodh kjo rëndom mo. Ndodh rëndom dhe disa është dënimi për këtë raste. Për një armë që ti s'e ke pa kurrë me sy të ballit. 10 vjet. Ke boça ke bë plus 10 vjet të tjera. Më thoni ju tani çfarë emri ti vesh kësaj? Jo kështu si e paraqet i bie që ka qenë më mirë sigurimi i Alberoqës. Kështu është. Dhe unë nuk ulë raskot. S'kam ne hall personal të në këtë rast. E kam shumë kollaj dhënë si shumë të tjerë, dhe madh shumë mirë, të ka zënë halli, pa dhe vëllai atë faturën e vazhdojmë shërbimin. Jo. Mirë është që ti ndajmë sa gjëra me publikun. Jo, më nuk është qylloz që ka shkuar në ekstrem. Dhe herët ose vonë ky ekstrem do të kthehet turive. Po ndërkohë do janë ca njerëz që do e hanë dhe po e hanë. A janë gjykatat prirura të japin të drejtë prokurorisë edhe kur s'ka drejtë në rastet e masave të arrestit, kontrollit, të sekuestrimit pasurisë, apo deri tek rasti i fundit i pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut? Në përgjithësi, a janë gjykatat të qeta dhe të paanshme? Jo, gjykatat nuk janë të qeta. Për shkak ligjit nuk janë të qeta. Ligjet e post-reformës kanë krijuar një gjykatë të paqetë, një gjykatë nën monitorim, një gjykatë nën kontroll. Së pari, së dyti, gjykatat vijnë në presionin e ligjeve ambigue, për të cilat me pak presion, prokurori sigurisht fiton alternativa e prokurorit. Së treti, statistikisht, asnjë gjykat nuk quhet gjykat në përkufizim, në qoftë se nivelin e pranueshmërisë të kërkesave të prokurorit e ka mbi 95%. Ne nuk kemi gjykat. Çka se gjykon asgjë. Domethënë e kalojnë vetëm gjykatat e Izraelit, gjykatat ushtarake të Izraelit që gjykojnë palestinezët në Bregun Perëndimor, atje është 97%. Atëherë është kjo përqindje është dhe këtu. Pra gjykatat tona pranojnë mbi 95% kërkesat e prokurorit. Pra domethënë nuk ke gjykim. Gjykim të gjykosh do të thotë gjykosh shofësh marrësh pikpamje të ndryshme të gjykon. Ne dhe unë ton jemi palestinezë në Izrael. Ne nuk e di çfarë jemi, po ne jemi pas kemi qenë, nuk e di domosht, mallkuar në këtë pjesë. Po kjo nuk quhet gjykat. Po si e kontrollon prokuroria, si e intimidon gjykatën? Me të gjitha format kur i duhet për ta intimiduar. Duke kërcënuar me ndjekje penale, duke kërcënuar gjyqtarin. Në mënyrë të paligjshme. Jo, më edhe me të ligj, sepse ka drejtë ti këtë përgjoj, ti monitoroj pasurinë, ti monitoroj kujton telefonat e komshive. Kemi shkruar ligj të gjë. Ligji i reformës e ka thënë këtë gjë, që të hysh në GKK, të bëhesh gjyqtar, duhet biesh dakord paraprakisht që ti, pasuria jote, kushrimet ato pajisjet e telekomunikacionit t'jenë në vëzhgimin e spakut. Seriozisht? Po, më e ke shkruar lishte.
Edhe të afërmëve, edhe të kushrive deri në brez tret. Domethënë qofse unë kam mik këty edhe ata monitorojnë celularin tënd, del që ke folur me mua, ke shkruar mesazhe, ata japin të drejtën vetes të përgjigjen dhe mua. Del patjetër, ka dhe ujë. Që ti do që të bëhesh gjykatës. Tani kjo është gjë, nëse kjo realizohet 100% apo jo. Jo ti të gjë, po them, por në ligj, u jep ligji këtë drejtë. Në ligj u jep të drejtë. Dhe gjyqtarët e dinë këtë gjë. Fakti që ti ke dakord për këtë gjë, do të thotë që nuk je i lirë më. Ti ke dorëzuar dinjitetin tek oficeri i dëzhurën atje që bën përgjimin, as tek prokurori apo te një oficer i BK-s. Dhe kjo është e papranueshme. Kjo nuk është standard. Ashtu siç në proces gjyqësor. Në proces gjyqësor. E kam thënë të gjë sepse më ka ndodhur, janë vënë në survejim gjyqtarë gjykatës kushtetuese, më kur duhet vendosnin për këtë skajë të cënë, qira fjalë. Janë vënë në survejim kështu me urdhër prokurori. Pa vendim gjykate fare bile. 2 gjyqtarë. Unë kam lexuar Kushtetutën e 76-s të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, me siguri e ke studiuar, se besoj ke pasur pjesë të formimit, dhe jam habitur me kompetencat e prokurorit në atë kushtetutë. Prokurori kishte drejt kthente mbrapsht vendime qeverie. Po pra po, sepse prokurori kishte drejt të kritikonte kuvendin, parlamentin e kohës, ti thoshte ky ligj nuk është në rregull. Po pra po, tash këto janë tiparet e politikës dominuese. Okej, autoritare, t'ja vëmë emrin si dush, po politika që do të dominojë me çdo kusht mbi jetën sociale dhe ligjore në vend. Është shumë kollaj të përdorësh një instrument, një prokuror, një SPAK, një gjë, sesa të merresh ti me 300 gjyqtar. Dhe i vën zap kështu. Kjo është më e thjeshtë. Realisht është më e thjeshtë kështu. Kështu e bën me duart pastra që. Edhe do të thotë që lala duart sepse po gjykata. Po. Mirë, po për pyetja që duhet bëj shqiptari sot, normal. Ai që do të mendoj, se ai që s'do të mendoj s'kemi ç'i bëjmë, nuk e ndihmojmë dot, është që ore sa e paanshme është kjo gjykatë. E paanshme në kuptimin sa e shkëputur nga ndikimi se prokurori në sallën e gjyqës është pala tjetër më. Është një palë. Ai ka një fjalë, avokati ka një fjalë tjetër. Gjykata duhet dëgjojë dhe duhet vendosë. Dhe me që dolim të e drejta për të dëgjuar, kompromisi tjetër, i rënd, dhe shumë i rënd, që është bërë në sistem, është gjykimi pa palë. Si ishte kënë? Gjykimi pa palë në sallën e gjyqit. Dhoma e këshillimit. Në dhoma e këshillimit, po, por edhe pa të thirë ty, që duhet jetë sanë gjyqësore, që ti do të dëgjohesh, jo në e silë më shkrim se do bëjmë gjyq me dokumenta. Bën gjykata kushtetuese thjesht çdo ditë kështu. Gjyq me dokumenta. Gjykata e lartë e bën rregullisht me dokumenta. Nuk të thret një herë, as ty si avokat, lerit pandeorit, po palet më për të dëgjuar. E drejta për të dëgjuar, thot kushtetuta, që nuk mund të zëvendësohet me detyrimin për të shkruar. Se unë nuk kam besë që detyrimi im për të shkruar gjen përballë një farë detyrimi për të lexuar. Pikërisht pra. Sepse këtyre ka hëngër dhia librat. Dhe është normale se s'mund të lexosh ti faqe të tëra. Aq më tepër që mund të bësh minimalisht 4 gjyqe në ditë. Dhe e drejta për të dëgjuar është edhe çështje dinamike, ka të bëjë me kontradiktoritetin. Është aty për aty. Ballafaqohen palët më. Lind një problem prapë te një. Duhet ta di se ç'ka thënë ti që e pala tjetër. Është atë çastshme gjë. Përveç emocionale, është aty çastshme, më doli batuta, del kundër batutën, është si në aktrim, gjithandej, se s'mund do të kesh dy palë. Nuk mund të jetë ftohet e ngrirë, se ti në një moment caktuar shkruaj një gjë, po gjërat ndodhin, janë dinamik, ndryshojnë. Si t'ia bëjën ti reflektoj të, do të bëj shtesa. Do të bëj shtesa pas shtesave. Dhe kjo nuk është gjyq. Kjo është proces i mbyllur. Për pastaj dhomave të këshillimit që ja kanë marrë dorë, mbledhen atë dhomë këshillimi dhe aty tjetër, erxojnë e pranojnë, thonë kjo ose ku diun vendosin për masa sigurie, mas karave, mas shpine. Sa gjasa ka që në këtë rrugë që kemi hyrë, shumë shpejt apo dikur, të përfundojmë me trupa gjyqtarësh me inteligjencë artificiale. Do ishte më mirë të paktën se sa këto që kemi. Në sistemin aktual më mirë me gjyqtarë të inteligjencës artificiale se okay. Se po thua që ata do ta lexojnë tekstin të paktën. Po, e para dhe dyta do kenë një algoritëm besoj pak më të ekuilibruar. Sepse kurse algoritmi një qenie njerëzore sot është përveç se i kufizuar nga sasia dijeve që ke, po edhe nga sasia informacione që merr, është dhe i pamundur për të procesuar më. Mira faqe të tëra, është e pamundur.
Prandaj është pikë dëgjimi, dëgjoj. Ose që në fazat e hershme, që kur të thret policia në komisariat, në hetime dhe në prokurori, po, fjala jote duhet jetë në audio dhe video rekord. Përndryshe s'ka si vlerë. Më kujtohet tani që ke qenë në këndvështrimin tim i pari, ndoshta e kanë bërë të tjerë, i pari që ke denoncuar këto masat me shoqërim që merr policia her pas here. Dhe i ke quajtur të jashtëligjshme. Janë të jashtëligjshme, ashtu si ekzekutohen janë të jashtëligjshme. Sepse shoqërimi fjala ka qenë për protestat që policia shqiptare arreston rëndom me 10 njerëz ku ka protesta. As shoqërosh, jo, fare. Pse duhet ta bësh të gjë? Policia është një institucion që funksionon 24 orë 24 në terren, jo në zyrë. Hajde ti se të thrasun ose ç'është kjo? Ç'a jeti? Pse? Do të më thush ç'është si do të sjellë qytetari nëse ka marrë pjesë në një protestë dhe një polici thotë do vish me mua. Shumë vështirë ta udhëzosh mbas ligjit qytetarin se shemin ndru pastaj. Po me gjithsesi ne t'ia themi atij qytetari që çdo qytetar duhet ta di këtë gjë, që duhet di arsyen pse i kufizohet liria, qoftë përkohësisht pse. Paraprakisht. Dhe ai thot për pjesëmarrjen në protestë. Pjesëmarrja në protestë nuk është e paligjshme vëlla. Pra duhet të refuzoj shoqërimin. Patjetër që po. Duhet t'japi dokumentin e identifikimit, i thot urdhëron. Edhe dokumentin e identifikimit s'është thonë ta kesh të tregoj emrin. Po pra tregoj emrin, sepse pra ne ju ka dhënë shteti shumë rrokullash policëve, që atë emrin ta fusin në database, ta verifikojë atë në rrugë, pse duhet të shkojnë polici. Çfarë bën policia? Ti bën shkencën apo çfarë bën? Hata, asgjë, vetëm të marr nga inati. Për qit nervin. Ta them nga përvoja ime se s'të bëjnë, se kanë shoqëruar një 2 herë. E di ç'a bëjnë. Të mbajnë për të të lodhur psikologjikisht, të vuash që të mos e bësh më. Eksakt. Mos dalësh më në protestë. Kjo është më bet kot. Nga ana tjetër, në këtë kuptim them që kjo është e paligjshme. Është një gjë që nuk duhet shkojë, nuk duhet lejohet kjo gjë. Në polici flas, jo më në prokurori. Të thretaj aty hetusja, çfarë është OPG-ja, me e ngarkuar nga prokurori edhe shkruan aty kompjuterit, edhe ta printon thotë na lexoje. Jo më zotëri, në audio dhe në video. Ajo është pyetje ligjore. Pra, edhe marrjet të pyetje duhet të regjistrohen që të gjitha. Patjetër, sepse është detyrim ligjor kjo. Duhet bërë. A duhet bërë? Okej. Sepse ka një gjë më ti kaç. Gjithë historia është kjo që ti do ballafaqohesh me fjalët e tua kur e shef vetëm në kamerë dhe të regjistruar në zërin tëtë. Jo në atë që ka shkruar ai që mund të jenë faqet e tëra dhe ti edhe mirë besim e firmos. Dhe na ndodh pastaj që kemi përplasje dëshmish në procese gjyqësore, sepse çfarë thoni herësuti tjetër, edhe rrin të lexoj kështu paragrafe dhe vjet çka ka dash me thonë me këtë, çka ka dash me thonë me atë. E mund ka ndodhur një gjë tjetër interesante. Policia më ka thënë që nuk kam kopje të dokumentit me cilët kam liruar me shoqërinë. Po. Jo, nuk tha ashtu. Jo, kam përgjigje me shkrim. Ne kemi vetëm një kopje dhe atë kopje kemi çuar në prokurori. Po. Kështu që s'kemi kopje tjetër. Po kopjen time? Jo, s'ka kopje tjetër. S'ka procedim. Kështu e kemi ne vetë. Vetëm me mënyrë për ta zgjidhur të gjë është nuk ka procedim. Jo, procedim sigurisht nuk ka, po unë dua kopje sepse kopja provonte që të sigurisht mos e thuj. Ata po bënin shoqërinë paligjshme. Ti këtë sigurisht mos e thuj, se ata kështu i nisin procedimet. Eksakt me kështu gjëra. Por më jep kopjen time që të më bindesh mua që këtë që thash unë janë të mia atje. Unë jam pronar i këtyre fjalëve dhe bie dakord me këtë. Po kjo shmang edhe gjë tjetër, keq trajtimin me dhoma të mbyllura, sepse shumica e pyetërve për herë të parë janë pa avokat, janë pa prezencën e dikujt tjetër. Dikush e mban presionin, dikush se mban. Unë kam kërkuar avokat dy herë dhe më kanë thënë nuk është paraqitur askush. Mi pa qenë si ka për ta gjenë një arsye. Atëherë po, avokati ka qenë këderi e rajonit policisë. Flasim në kamerë, apo vër një kamerë dhe flasim. Për anë tjetër. Po këtë sekuestrimin e celularit që të bëjnë kur të marrin e kanë të ligjshëm apo pa ligjshëm? Edhe një herë, sekuestrim e celularit, sendet personale, kontrolli personal, kontrolli i banesës janë gjëra të shenjta, ndodhin në raste të jashtëzakonshme dhe me vendim gjykate të arsyetuar dhe gjykata duhet thotë ndaj kujt jepet ky vendim, për çfarë dhe çfarë synon të marrësh. Nuk është se ti ke hedhë grepat edhe ke shkuar me zonë pesh, çfarë dali para. Se ka dhe vendimi gjykatës që thotë merrni çfarë gjeni. Ky vendim gjykatës që thotë merrni çfarë gjeni, kjo nuk është kontroll banese, kjo është grabitje e pronës private. Ku dallon ky gest nga grabicit? Ka grabici hyn në shtëpi gjen çati duket aty me vlerë e merr ai ikën. Kështu janë edhe këta. Kjo është e papranueshme.
Manjani, kemi gati 50 minuta që flasim, Okej. dhe ma nxirre Shqipërinë, ma ke bërë ster të zezë. Jo, Shqipërinë Tani edhe këto 10 minutat e fundit, jo, këtu jemi ne. jo me racisëm, jo, me përshkrim situate. Pjesët e zezës jemi Në ne. këto 10 minuta, në hedhët një rrezë drite, si dalim nga kjo situatë? Nga këto prokurori militante, nga këto gjykata që friksohen nga prokurorët, nga këto ligje monstruoze, siç po i përshkruan ti. Unë besoj që do të vi vetëm nga sistemi politik. Duket absurde, po është e vërtet, nuk ka rrugë tjetër. Nuk mendoj që rruga popullore, referendare e shqiptarëve funksionon. Për fat keq jam pak si shumë skeptik. Kam qenë skeptik dhe jam gjithmonë shumë skeptik. Unë besoj që vetëm balancat politike do të zgjidhin. Pra, domethënë vendi ka nevojë për më shumë balancë politike. Duhet një parti socialiste më e dobët se ç'është, po që të ndodhi kjo do duhet të ketë një opozitë më të fortë se sa kjo që është, që të krijohet ideja që në këtë vend ka balancë. Ka balancë, sepse vetëm në balancë, kur pa letëruar njëri tjetrin, fillojnë dhe mendojnë se si do të ketë një sistem paktën më funksional, paktën më normal. Këto idetë revolucionaro, komunisto, bolsheviko, çfarë dush veja emrin, që të vëmë një grup prokurorësh edhe të bëjmë shtetin edhe që do luftojmë korrupsionin, kam dëgjuar edhe një butallik tjetër, që ishte një pedagog më burr, njëri i rëndësishëm, profesor bile dhe me titull, në një studio televizive, që thoshte të artikuluar më, që që është ky spaku që në rritën që rrogat ne. E kupton, që është një devijim intelektual, po ku që të themu tani, që të themu? Dhe kupton, kjo është një, që të themu, është fundi i logjikës normale njerëzore, jo të një intelekti të kultivuar për shkak të... Nëse duhet të mësojmë nga një vend i huaj se si ta bëjmë drejtësi, nga cili vend? Nga të gjitha vendet mund të mësojmë. Jo kujtoj që Serbia nisi të njëjtën reformë si e jona, jo deshën vetëm 9 muaj për të bërë kthesë. Bën kthesën ata trag. E kuptoj që po dëmtonte. Kuptoj që sepse fillon vetting edhe ato tash bravo. 9 muaj prap. Morën kthesën, as u ndjen, as se patën, as mirë as keq me amerikanët, as me europianët. Janë vend që, kanë ato trazirat politike, sepse konsumi, sa duket politik i Vučićit mund të jetë problemi, po unë di që ata janë konkurrent në treg, fjala vjen konkurrojnë me bateri, makinash. Mercedesi po mendon të çel një deg të prodhimit të sepse kanë litium, kanë rezerva litium. Po të si ka, po i shfrytëzojmë dhe ne kemi rezerva, çfarë themën kromi, apo çfarë kemi naftë, po ne faqja zeze, kupton? Ne s'kemi asgjë. Shikoj, ti the që ne, pra, domethënë kanë marrë kthesën, këtë desha të them, ëh, dhe nuk është se pati në një agim ndërkombëtar, ku se ç'a. Rumunët me pak vonesë, po e morën, u dole njerëzit në rrugë aty, jo, mos prekni reformën, sepse ky populizmi bën vetëm. Si në Shqipëri. Megjithatë nuk pyetën, u mlodhën forcat politike, dhe thonë që shikoj 1 minutë, dhe pa dhe që argumenti pa ata, shumë të fortë. Bindës, ne nuk mund të trembim para në këtë vend. Çfarë mohabeti është kjo? Po e diti që 80% e dhomës tregtisë e kenë ndjekje penale? sot që flasim. Po, mo. Në një mënyrë në tjetër. Me dëshmitar apo me kështu me bile edhe me person juridik brenda. Po ç'është kjo histori? Ç'është kjo histori? Se mirë zyrtarët, mirë dhe... Mos është përsëritja e OFL-s, së dikurshme... është një OFL më e sofistikuar. Që biznesit falet në paradhomën e kryeministrit. Nuk, besoj që e ka tejkaluar këtë gjë, të falet, ata nuk e din ku të falen. Është dhe më keq tash. Është një situatë kaotike. Asa ka krijuar dhe kulturën publike që po ti je biznesmen, je maskara, je i poshtër, je i korruptuar, pastron pare, është kështu kulturë. Mos duhet ikën edhe biznesmenët nga ky vend. Siç po ikën gjithë shqiptarët. Pra, këtu do vi momenti që do duhet kjo është mesazh, alarmi për mjedisin politik. Ora 1 minutë, se me çfarë do të bësh të kullat, dakor, që s'po i hyn fare debatit që janë të mira të këqija, janë shumë, janë pak, janë që pa kanë logjikë ekonomike në kushtet kur ti e trem paran? Dhe janë të gjitha pyetje për të bërë këto. Dhe them që do të vi se s'bën nga politika, por do të jetë një shtrëngesë e kësaj natyre që ne të kemi asgjë më shumë më pas se sa një replika të vendeve tjera. Si do vi nga politika, pra shiko, ti marrim pak Italinë. Ti je gjermanisht folës, anglisht folës, nuk e di ai italisht folës, po
besoj që çfarë ndodh në sistemin e drejtësisë në Itali e merr vesh nga burime të tjera. Italia i dha shumë pushtet gjyqtarëve pas vitit 90. Sa që një pjesë e njerëzve përfshi dhe Berlusconi thoshin që kjo është republika e gjyqtarëve, gjyqtarët po rrëzojnë qeveri, gjyqtarët po rrëzojnë ministra, po përmbysin me fjalë të tjera rezultatin e zgjedhjeve. Berlusconi ka pasur një seri procesesh, është rrëzuar dyre se kryeministër, po sot rezulton që asnjë nga proceset e tij nuk ka pasur bazë. Domethënë post mortem ai ka vdekur, deli pa faqem në gjithë proceset që i kanë nisur. Po. Dhe është politika që ja ka dhënë këtu pushtet gjyqtarëve. Po. Nga ana tjetër është po kjo politikë, e cila tani vonë ka bërë një ndryshim tjetër, e dëgjova nga Nikola Gratteri dhe nuk besoj se Nikola Gratteri gënjen. Ai tha këtë shembull. Tha sot një nën që e ka djalin narkoman, e ndjek, e shikon që në shkallën tjetër të pallatit djali furnizohet. Shkon në polici dhe thot djali përdor drogë dhe e merr në filan vend. Çfarë ndodh tha me ligjin që kanë bërë këta tha? Policia është e detyruar të njoftoj personin që do t'i vi për kontroll. Ti caktoj dhe datën, nuk mund të shkojnë kontroll të befasishëm. Duke i çuar aktet, ai personi do marrë vesh që do mbrohet po e po, që do ta pastroj vendin e krimit nga çdo gjurmë, nuk diskutohet. Po merr vesh identitetin e personit që ka bërë pastrimin e parë. Dhe i kthehet në presion atij. Po nuk është model. Unë nuk mendoj që modeli italian është modeli i tyre. Sepse janë të dyja gjërat që vinë nga Italia. Nga një anë fuqizohet gjykata për të rrëzuar qeverinë dhe pastaj kryeministri deli pa fajshëm. Nga ana tjetër gjykata bëhet e dobët përballë kriminalit ordinar në një farë feje. Tek teoria ime origjinale, pastaj që janë thojt në fyt. Dy dur për i kokë, do vi një moment që... Dhe ti nuk shikon mënyrën se si këto thënë të bashkohen, thënë të mime të tutve, jo pra sepse kjo kërkon kulturë politike dhe sociale, po nëse kjo politika do t'i çojë njerëzit drejt zgjidhjeve individuale, atëherë më përmend Italinë, po Italia, I'm sorry, po ka dhe një Falcone. Që ka dhe një fund. Po. Ka dhe një Borsellino. Ka një Borsellino që ka dhe një fund. Dhe ashtu pastaj fillojnë disiplinohen dhe gjithë tjerët. A është kjo teori rruga e dur, unë nuk e uroj dhe nuk e dua këtë gjë, më thënë drejtën. Jam kundër kësaj, po sidoqoftë, njerëzit janë vjen momenti pastaj që se edhe kjo punë kështu nuk hahet, mafia. Të çfarë mafia thënë që shara? Kur i thonë të pyet atij që duhet. Ne po shikojmë shqiptarat që të vrasin se e pesh tremër në parkim. Sepse edhe shqiptarët shumë legjena janë dashim. Se nuk mbajtë radhën në supermarket. Mi parë se kjo është karakteri i sjullët i individualitetit shqiptar, është i tillë për fat keq. Po do vi një moment që do piqet gjëja. Nëse kjo lihet në rënje të lirë. Nëse kjo lihet, pra nëse do vazhdojnë historia e lajmeve tona që u vra për larje e sapesh apo u vra se kishte precedent penal. Dhe kjo është të mëshme. U vra se dhe batuta e kryeministrit kokat hëngshim. Po pra, dhe kjo është një dënim me vdekje legjitim, domethënë. Po qëse ti ke precedent penal, të ka fut dikush precedent, ti duhet vdesësh. Kjo është një gjë, pastaj që është fundi. Pra edhe kujton, të vrasin, i shifën shumë mirë vrasit në kamera, gjen një rrugë të lirë gjithmonë për ti, askush si shqetëson, pak kilometra në tutje. Që kemi nuk gjenë makinën e djegur dhe nuk ndodh asgjë. Nëse kjo do vazhdoj. Sigurisht kjo do vijë edhe drejt gjyqtarëve pastaj. Drejt gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kështu që çdo lloj ekstremi ka një pikë vdekje. Dhe kjo është një sinjal vrasja e gjyqtarit apelit? Jo, për mua ishte një gjë e egzageruar dhe jo sinjal. Nuk them që si ka trejnë gjyqtarët, edhe këtë duhet ta pranojmë, po është një gjë që ishte egzageruar. Mendoj që edhe ai që e ka bërë do të jetë në një pishman të thellë, po e ka bërë tashmë. Kjo e ka bërë tashmë. Sepse nuk është se ishte në emër të një mesazhi, që po themi pati një mesazh të fortë që çata u ndaloj abuzime me pronat pas kësaj. E nuk besoj. Por që do të ketë një fund, po unë uroj ende përpiqem të eksploroj rrugë politike, rrugë sociale, rrugë njerëzore, rrugë normale, për t'i paraprirë gjërave, jo për t'i lënë në përplasje të lira. Ylli Monjani, shumë faleminderit për bisedën. Kënaqësi. Besoj që kemi dhënë mesazhe interesante për publikun. Shpresoj edhe ndonjë dije konkrete, informacion të vlefshëm. Faleminderit dhe shpresoj që të jesh prapë në këtë podcast. Këtu përfundon ky podcast. Mirupafshim javën e ardhshme.